Sonte rreth orës 19:40 njësitë e shpëtimit të FSK-s gjetën trupin e pajetën 11 vjeçarit me iniciale LK nga Zllatari i Ferizajt, i cili gjatë pasditës së sotme ishte mbytur në një pus artificial ndërmjet fshatrave Zllatar dhe Ramjan. Sipas familjarëve, djaloshi kishte dalur në mëngjes me shok për të mbledhur lethi në malin e quajtur Bagdad, ndërkaq ka mesdita, kur kishte hyrë për të notuar në pus, nuk ja kishte dalë që të kthehej më në breg. Zymer Kurti, kushëriri i viktimës, deklaroi se familja e as fshati nuk e kanë ditur për ekzistimin e këtij pusi dhe për rrezikun që u kanosej fëmijëve aty. Ka qenë ora 2, kur djalin ka thonë që se e ka edhe si shok që ka rënë bazen. Tash nuk e disha edhe faktikisht çka ka ndodhur, ku është vendi. Mas gjysore e morë këtë dhe kom po ky vend peshen edhe vetë sa ka pasu. Nuk ka as barikadime, nuk ka as shenja që ndalohet hyrja diçka, për të mirë 10 vjeçar kjo kushton shumë. Disa në ndodhe edhe peshen edhe vetë rastin. A keni ditë që është? Jo, së mërë për veti, jo, po shumica e fshatarëve se kanë ditë që ekziston kjo grupim ka që ma këtu. Me qenë se thana 2 ma poshtë janë, po nësë për veti se kom ditë, tash nështë atjerë të kanë ditë. A kanë orë fëmijët shpesh më losë? Po fëmijët jo më losë, kanë orë vinë se për shkasë që ty në ka lethia këtë pari. Kanë orë me më lethia, për tash të ta fëmijët dhe zjeqarë. Se kanë kushtu ranësia, se kanë ditë sa është thelësia, dhe mashtru kanë hipe atjerë. Tash shaj ideali ka met aty, vllai i tij ka ardhur te shtëpia ka lajmëruar, dhe ti ka marrë gjysore dhe ka ardhur te shtëpia me lajmëruar neve. Tash ndodhi. A kanë mri me ku policia? Po nuk u kanë intervenimi edhe i keq, mirë po që ta zhytëzat u kanë desh me ardhur me kohë FSK-s. Me qenë se aty në ju morë 3 orë dhe i sa edhe këtu. FSK me pasar me kohë, aja është kështu, nuk këshim mujtë me pështu. Po na morë kohë dhe tash. Apet i falenderoj për intervenim që kanë bërë policia, zjarfiksat kanë bërë kontribut madh edhe FSK. Zëvendëskomandanti i policisë në Viti e konfirmoi vdekjen e 11 vjeçarit, duke konfirmuar se policia ka nisur hetimet për rastin. Atëherë, sot rreth orës 14 kemi pranuar një informat në stacionin policor Viti se 2 fëmijë nga fshati Zllatar kanë dalë prej shtëpisë së tyre dhe kanë shkuar në vendin e quajtur Lajthia e Bagdatit. Dhe këtu gjinde një poset. 2 fëmijë prej tyre janë fut në poset për të pastruar, ashtu them, ku njëri prej tyre nuk ka arrit me dalë. Jemi informuar shumë shpejt, kemi dalë shumë shpejt në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe zjarfiksat, kanë dalë edhe prokurori i shtetit, kanë dalë edhe zhytësit e FSK-s, ku dikon rreth orës 19:40 kanë arrit me gjetë edhe trupin e pajet viktimës. Prokurori ka dhënë urdhër, domethënë që trupi pajet të dërgohet në IML për obduksion, dhe kështu që edhe mjekët këtu në vendngjarës kanë konstatuar edhe vdekjen e viktimës. Apo dihet kur qelç kjo grup? Nuk kemi informacione se kur është hap kjo grup, nuk e di për momentin. Hetimet që kanë fillu prej momentit që kemi marrë informacionin e parë, dhe rasti do të jetuar nga hetimet rajonale, për informacione tjera ju njofton ndërkohë. Kryetari i fshatit Zllatar Xhevat Sallahu kërkoi nga autoritetet që pusi vdekjepërurës të mbyllet urgjentisht dhe të nisin hetimet ndaj pronarit të kompanisë që ka hapur pusin. Ne si fshat jemi shumë të tronditur nga ky rast, dhe jem të habitur shumë nga pronarja se prone, i cili si ka mund të pa siguruar atë postë aty, pasi që ka dhe fëmijë që shkojnë me bakti, por që shkojnë lauhën atje, dhe ky rrezik, aty ishte një rrezik i madh, kishin shumë fellë, shumë ujë, dhe shpresoj që organet e udhëheqësisë ta kryejnë detyrën e vet. Ju falenderoj gjithë organet kompetente, zhytësit, gjithë ata që kanë marrë pjesë aty për ndihmën nëse që na kanë bërë me gjithë këtë punë. Apo dihet ku ka filosh dhe pse u hapa ajo posetë ose vetë u hapa? Ato ka qenë pronë e shtetit më herët, kooperativë bujqësore. Kjo tokë është privatizuar më pas lufte dhe pronari është nga Gjilani. Ka që din, kemi informata që e pronë është e një pronari nga Gjilani. Janë dikon mbi 300 hektarë që ka privatizuar dikush pas lufte.
A ka informatë pëse është hapur poseta? Jo, unë nuk kam informata pëse është hapur poseta, kërkova informata edhe nga banorët pëse do i kështë 2 vite që është bërë, pastaj në atë pjesë na nuk qarkullojmë, nuk shkojmë dhe nuk kemi informata pëse është hapur poseta. A shkojnë fëmijët e zllatorit shpesh atë? Nuk kam informata, shkojnë pas lejthijave që ka lejthija atje, zakonisht nuk ketë vapë madhe dhe kanë hyrë lanë. Edhe shkojnë. Merë me diçka ju si kryetari fshatit? Si kryetar fshatit do t'i kërkojmë nga organet kompetente që të marrin masa, që ajo posetë të mos ekzistojë, ose të risigurohet mirë. Më poshtë kishte informacione që janë tip disa poseta tjera. Por ato poseta tjera nuk kam informaton personale, por do të shkoj nesër të bëj verifikimin personalisht dhe do të informoj edhe juve nëse janë ato poseta. Trupi i viktimës nga familja Kurti e Zllatarit me urdhër të prokurorit është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.